Ndeshja Serbi-Shqipëri është afër dhe do të luhet në Leskovac. Ky takim është i rëndësishëm për renditjen, pasi skuadra fituese do të ketë shanse të mëdha për të siguruar vendin e dytë pas Anglisë dhe për të hyrë në play-offin e botërorit. Kujtimet e përballjes së kaluar në Beograd janë ende të freskëta, kur pas ngjarjes së dronit ndeshja u vendos në tavolinë. Atëherë Shqipëria përfitoi dhe arriti të sigurojë një hap të madh drejt europianit. Për këtë sfidë, në vëmendje është sërish ballist Morina, i cili ka paralajmëruar me postime në rrjetet sociale. Disa mendojnë se mund të përsëritet një skenë e ngjashme me atë të Beogradit, ndonse jo domosdoshmërisht me dron. Të tjerë e shohin paralajmërimin si një formë presioni psikologjik për të mbajtur Serbinë në tension. Afërsia e Leskovacit me Prishtinën e bën gjithashtu një element shtesë për të diskutuar praninë e tij. Autoritetet kanë marrë masa më të repta sigurie për të shmangur çdo incident. Megjithatë, interesi mbetet i madh për të parë nëse do të ketë ndonjë zhvillim të papritur. Atmosfera para ndeshjes është e ngarkuar dhe pritet me vëmendje nga të dyja palët.